fillimisht duhet ta dim se sahabët kanë qenë larg kësaj smundje. Betohem në Allahun që asnjëri prej tyre nuk e ka bardh këtë smundje. Se kjo smundje që përfundimi është hidhrim, që meriton hidhrim të Allahut. Dhe ata kanë marrë gjithë kënaqësinë e Zotit Dhul Xhelal. Ndaj po përmenim shkaqet frikës tyre, për jo se ata runa Zot ka rënë dikush në këtë gabim fatal. Nëse zakonisht më pyetni për misionin cili ka qenë sahabi që është njoft më shumë prej frikës ose prej praktikimit në adhurime, këtë është Omeri radhiyallahu anhu. Ka qenë njëri që ka qenë më i frikuni prej vetpëlqimit. Allahu jarë tregohet për Omerin radhiyallahu anhu se një natë para se me vdek, shkon dhe e pyet Hudhaifa ibn Yamanin, ato që i dinte sekretet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i dinte emrat e hipokritëve. I thot, a më ka përmend mu prej hipokritëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Tash ndalën pak të mendojnë. Omeri i përgëzuar me xhenet. Omeri shoku më i afërt pas Abu Bekrit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Omeri drejtësi të madhe në pushtet. Frikë të madhe, çajtje të madhe, zemër të butë e kështu me radhë. Ky person thot mos jam prej munafikëve. Çka na jap kjo me kupto? Që ky njeri veç vetën se ka pëlqy. Një natë para se me vdek, thot, dha kur e dëgjon Hudhaifa shan shumë. Thot, qysh bra merr ty me të përmend. Qysh ty me të përmend. Pastaj Omeri, pastaj ndëgjon Hudhaifën, që ai nuk është prej munafikëve, hyp në minber dhe thot, o njerëz, nëse një Zot rreth për qiellit dhe thot se krejt njerëz janë në xhenet, veç një është kisha minutë që unë jam qaj. As i frikësun, as i trishtun për gjendjen e vetë, so që s'ka njerëz s'ka leju as për sa afër me u afru vetë pëlqimi të kë. Në asnjë mënyrë. Tani shembuj që tregojnë për edukimin që ka bëu Omeri vetës dhe vetë janë të mahnitshëm. Enes radhiyallahu anhu tregon, thot një herë një djalë i ri e thirrë Omerin në emër, i tha, o Omer. Dhe kjo pak e habiti se ishte mësuar ta thrasin o prisi besimtarëve. Vetëm kjo habit i tha më një herë Omeri, u fut mas një muri dhe shkova me këshyrë se çka po vepron. Tha nxjerrë gjuhën e tij e rrehte dhe thashte, ke dëshirë me thonë prisi besimtarëve dhe të s'ke qenë gjë tjetër se bari i Kurejshve. Tha i mshejke gjuhës vetë me misfak. I frigun shumë prej vetpëlqimit. E dinte pasojën e kësaj smundje, e dinte se sa hidhron Allahun kjo smundje.